Çfarë të pret nesër? Parashikimi i ditës së premte, 28 nëntor për të gjitha shenjat. E premtja, 28 nëntor, vjen me një energji që mbyll disa cikle të javës dhe hap një prag të ri emocional, shpirtëror dhe praktik. Disa shenja do të ndjejnë qartësi të papritur, disa një shtys të fortë për të marrë një vendim, të tjerë një tension të lehtë që i detyron të ndryshojnë ritmin. Kjo ditë është një test i vogël, sa vërtet po dëgjon veten dhe sa po jeton vetëm me automatizëm. Nëse ke ndjerë se diçka po kulmon, se një situatë ka arritur limitin, e premtja është dita ku universi të fton të veprosh ndryshe, pa frikë, por me ndërgjegje. Dashi. Për dashin, e premtja, 28 nëntor, sjell një energji që duket sikur të shtyn të lëvizësh, por njëkohësisht të detyron të mendosh më kthjellë për drejtimin. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, por kjo kërkon që të jesh i kujdesshëm me nxitimin dhe fjalët e tepërta. Disa nga ju mund të përballen me një afat, një takim apo një vendim që lidhet me një projekt të rëndësishëm. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të hapë zemrën e dikujt, por vetëm nëse ti pranon të ulësh tonin dhe të dëgjosh pa u mbrojtur menjëherë. Beqarët mund të marrin një sinjal nga dikush që i ka vëzhguar prej kohësh. Financat kërkojnë maturi dhe shmangje të shpenzimeve të kota. Sot universi të fton të veprosh me guxim, por me qetësi dhe vetkontroll. Demi. Për demin, kjo e premte vjen me një frymë reflektimi mbi sigurinë dhe komoditetin tënd. Mund të kuptosh se disa zakone, njerëz apo situata që i ke mbajtur afër thjesht sepse janë të njohura, nuk të ushqejnë më shpirtërisht. Në punë, dita është e mirë për të përfunduar detyra të mbetura pezull, për të vënë rregull në dokumente apo për të folur qet me dikë për përgjegjësi. Në dashuri, kërkon stabilitet, por universi të shtyn të mendosh nëse po e sakrifikon veten thjesht për të ruajtur paqen. Beqarët mund të ndihen pak të ngadalshëm në veprim, por kjo i mbron nga lëvizjet e gabuara. Financat janë në terren të qëndrueshëm, por kjo nuk do të thotë se s'duhet vëmendje. Sot është ditë e mirë për të rishikuar planet financiare dhe për të vendosur kushte më të shëndetshme në marrëdhëniet e tua. Binjakët. Për binjakët, e premtja, 28 nëntor, është një ditë ku mendja nuk pushon, por këtë herë universi kërkon prej teje më shumë fokus se zakonisht. Mund të marrësh disa lajme njëra pas tjetrës, disa të mira, disa konfuze, që të detyrojnë të vendosësh një filtr të fortë. Në punë mund të lindin biseda për projekte, ide të reja, bashkëpunime ose ndryshime orari. Ndaj shiko çfarë të vlen vërtet dhe mos pranoj gjithçka vetëm për kureshtje. Në dashuri, komunikimi është qelësi, por edhe burimi i keqkuptimeve, ndaj zgjidh fjalët me kujdes. Beqarët mund të marrin një mesazh që i ngroh zemrën, por mos idealizo pa parë faktet. Financat lidhen drejt për drejt me vendimet e sotme, mos u fut në shpenzime nga mërzia. Sot universi të fton të mbash vetëm ato lidhje dhe angazhime që të ngrenë, jo që të shpërqendrojnë. Gaforja. Për gaforen, kjo e premte sjell një valë emocionesh të buta, por të thella. Mund të zgjohesh me një ndjesi nostalgjie ose mall për njerëz, momente apo ëndra të vjetra. Në punë, je më i ndjeshëm ndaj atmosferës dhe mund të ndjesh lodhjen e ditëve të mëparshme. Sot është mirë të mos e mbingarkosh veten me detyra të reja, por të mbyllësh ato që janë hapur. Në dashuri, ke nevojë për siguri emocionale, jo vetëm për fjalë të bukura. Një gest i sinqert, një kujdes i vogël, një mesazh i ngrohtë vlen më shumë se shumë premtime. Beqarët mund të afrohen me dikë që i kupton, por duhet të mësojnë të mos e fshehin britsësinë e tyre. Financat janë nën kontroll, por shmang shpenzimet për të mbushur boshllëqe emocionale. Sot universi të fton të kujdesesh për zemrën tënde me të njëjtin devotshmëri që ke treguar për të tjerët. Luani. Për luanin, e premtja, 28 nëntor, ndjehet si një skenë ku drita bie fort mbi ty, por këtë herë testi nuk është publiku, por ndjesia jote e brendshme. Në punë mund të jepet një rast për të treguar organizim, kreativitet, leadership dhe dikush mund të vërej seriozitetin tënd.
Megjithatë, universi të paralajmëron të mos e ushqesh tepër egon, nuk ke nevojë të fitosh gjithmonë debatin për të qenë i vlerësuar. Në dashuri dëshiron vëmendje, por është momenti ideal për të treguar edhe anën e butë, jo vetëm krenarinë dhe forcën. Një gjest romantik i sinqert sot mund të ndryshojë atmosferën mes jush. Beqarët rrezatojnë karizëm dhe tërheqin sy pa shumë mundim. Financat janë në një fazë ku mund të planifikosh investime të ardhshme, por mos harro të ruash një rezervë sigurie. Sot universi të thotë, drita jote është më e bukur kur nuk të verbon as ty, as të tjerët. Virgjëresha. Për virgjëreshën, e premtja është ditë ku mendja punon fort, por duhet të mësoj edhe të pushoj. Mund të duket sikur çdo gjë ka nevojë për rregull, kontroll, detaje të sakta, dhe kjo të lodh emocionalisht. Në punë, je njeriu që mund të rendit kaosin, të gjejë gabimet, të rregullojë sistemet dhe të mbyll dosjet e hapura prej kohësh. Është ditë shumë e mirë për organizim, planifikim dhe strukturuar objektivat e javës që vjen. Në dashuri, rreziku sot është të bëhesh tepër kritik, si ndaj vetes, ashtu edhe ndaj partnerit. Kujto se jo çdo gjë ka nevojë për analizë, ndonjëherë duhet thjesht të jetosh momentin. Beqarët mund të ndihen të vështirë për t'u kënaqur, por kjo i ruan nga kompromiset e gabuara. Financat janë të qëndrueshme, por vlen të rishikosh zakonet e vogla që të marrin shumë pa e kuptuar. Sot universi të fton të sillesh me veten me po aq mëshirë sa me të tjerët. Peshorja. Për peshoren, e premtja, 28 nëntor, sjell një test elegant të ekuilibrit dhe vendosmërisë tënde. Mund të ndihesh mes dy zgjedhjeve, dy roleve, dy detyrimeve dhe të kesh frikë se mos lëndon dik po të zgjedhësh. Në punë mund të ketë situata ku të kërkohet të ndërhyesh si urë mes palëve, por këtë herë universi të kujton të mos sakrifikosh mirëqenien tënde për të qetësuar të gjithë. Në dashuri, është koha të flasësh hapur për atë që të mungon dhe nuk je shprehur. Një bisedë e ndershme sot mund të sjellë qartësi ose vendime të guximshme. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush i sjellshëm, harmonik, por forca e vërtet është në qëndrueshmëri, jo vetëm në estetik. Financat kërkojnë balans mes kënaqësive dhe përgjegjësive. Sot universi të thotë, paqja e vërtet nuk është të mos shkënjesh askënd, por të mos tradhtosh veten. Akrepi. Për akrepin, kjo e premte ngjan si një episod i fortë transformimi të brendshëm. Mund të dalë në dritë një e vërtet që ke nuhatur prej kohësh, një qëndrim, një vendim i dikujt, një sekret apo një lëvizje që nuk mund të fshihet më. Në punë, energjitë janë të thella, mund të ketë biseda serioze, ndryshime në prapaskend ose lëvizje që kërkojnë vigjilencë. Intuita jote është e mprehtë, prandaj dëgjoje. Në dashuri, nuk të mjafton më sipërfaqja, ose ka intensitet, thellësi dhe besim, ose lodhesh dhe tërhiqesh. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush shumë magnetik, por universi të paralajmëron të mos biesh vetëm për shkak të pasionit. Financat kërkojnë maturi, sidomos në çështje borxhesh, huash apo ndarjesh. Sot është ditë ideale për të prerë fijet me energjitë toksike dhe për të zgjedhur më në fund çlirimin tënd shpirtëror. Shigjetari. Për shigjetarin, e premtja, 28 nëntor, sjell një frymë lirie, por të përzier me reflektim. Mund të linë dëshira për të dalë nga rutina, për të ndryshuar diçka në orar, ambient apo mënyrën si po i përjeton ditët. Në punë mund të shfaqet një mundësi që lidhet me zgjerimin e horizontit, diçka që ka të bëjë me mësimin, udhëtimin, internetin apo kontakte me njerëz jashtë rrethit të zakonshëm. Në dashuri, je më i sinqert, por ki kujdes të mos përdorësh sinqeritetin si armë, thuaj të vërtetën me mirësi. Beqarët kanë shanse të mira për një njohje spontane në një vend ose moment të papritur. Financat janë në një teren ku mund të lindë një ide e re për të ardhmen, nëse je gati të mësohesh me fazën e planifikimit. Sot universi të fton të mos i ikësh ndjenjes së boshllëkut me argëtim sipërfaqësor, por ta mbushësh jetën me kuptim real. Bricjapi. Për bricjapin, kjo e premte është si një raport i vogël periodik me veten dhe qëllimet.
Shikon se sa ke ecur, çfarë ke arritur, ku je lodhur dhe ku ke lënë gjëra pesull. Në punë mund të marrësh një detyrë apo një konfirmim që tregon se njerëzit kanë vënë re seriozitetin, besueshmërinë dhe aftësinë tënde për të mbajtur strukturë. Megjithatë, universi të kujton se nuk ke pse t'i bësh të gjitha vetë, gjithmonë. Në dashuri nuk ke shumë tolerancë për lojra, kërkon stabilitet, besim dhe një partner që respekton kohën dhe përpjekjen tënde. Beqarët mund të duken të ftohtë, por brenda kanë nevojë për një marrëdhënie ku mund të çlodhen, jo të punojnë sërish. Financat lidhen ngushtë me disiplinën. Çdo zgjedhje e mençur sot është investim në të ardhmen. Sot universi të fton të kujdesesh për trupin dhe shpirtin, po aq sa për objektivat. Ujori. Për ujorin, e premtja, 28 nëntor, sjell një dëshirë të fortë për të bërë diçka ndryshe, për të thyer rutinën, për të mos e ndjekur skemën e zakonshme. Në punë mund të vijë një ide shumë kreative, ndryshe nga ajo që mendojnë të gjithë, dhe pikërisht aty fshihet vlera jote. Dikush mund të keqkuptojë në fillim, por më vonë të pranojë që intuita jote ishte e saktë. Në dashuri nuk duron dot lidhje ku nuk ka hapësirë dhe liri. Ke nevojë për partner që kupton se pavarësia jote nuk është mungesë dashurie. Beqarët mund të tërhiqen nga njerëz të pazakon, me mendime të thella ose stil unik. Financat kërkojnë pak më shumë sistemim, por ti je në gjendje të gjesh zgjidhje alternative kur duket se të tjerët ngecin. Sot universi të fton të mos turpërohesh nga origjinaliteti yt, aty qëndron dhurata jote kryesore. Peshqit. Për peshqit, kjo e premte ka një nuancë shumë shpirtërore dhe të butë, por nën sipërfaqe fshihet një forcë e madhe. Mund të ndjesh se diçka po të flet nga brenda, intuita, ëndrat, shenjat që sheh gjatë ditës, ndoshta një fjalë e thënë nga dikush rastësisht. Në punë, shikon më shumë se të tjerët, kupton atmosferën, tensionin, lodhjen dhe qëllimet e fshehta, prandaj mos e injoro këtë dhunti. Në dashuri, ke nevojë për sinqeritet të thellë dhe prani të vërtet emocionale. Lidhjet ku thjesht ekzistonin pranë njëri tjetrit të duken bosh. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që u flet shpirtit, jo vetëm syve. Financat kërkojnë tokëzim, mos i lër gjërat në ajër, vendos plane konkrete. Sot universi të fton të bësh një hap të vogël shumë të rëndësishëm drejt vetëdashurisë dhe mbrojtjes së kufive të tu emocional. Nëse energjia e kësaj së premte, 28 nëntor, të preku në ndonjë fjali, mos e lër thjesht si një video që kalon. Shkruaj në komente. E pranoj energjinë e së premtes për të aktivizuar qartësinë dhe mbrojtjen tënde. Mos harro të bësh like, të abonohesh në Zërin e Universit dhe ta shpërndash videon me dikë që ndoshta ka nevojë për këtë mesazh sot. Universi flet në heshtje, por sot ka folur qartë me ty.